i bën ftesë LDK-s veç për me ofendu LDK-n, për me dëmtu LDK-n para elektoratit vetë, që nesër ku shkojnë zjedhe me thonë, unë i kom blu, se ja u ka gjujt topin atyne. Nuk din me bu një ftesë pak ma të mirë, nështë ta për të ftesa ma e mira. Këto qëllim e ka, me dëmtu LDK-n, se tash topin ja ka gjujt. LDK-n për të hek për faqës politike, kë menoj që zgatët dhe për denja 2 sandin. Pse kur e dim që edhe praktika ka të shmu që Partia Demokratike e Kosovës është shumë ma e fortë se... Ja, aty haat pasulli ka një kokër, ka një kokër. Pikrisht është ma e fortë kë nuk efton. Ja, aty djekën dëshirë kë për të shkak se kë nëse efton Partinë Demokratike. Po, pse nuk e ka synim me dëmtu PDK? Jo, kë ka synim me dëmtu, që aty problemi. Kë aty e dëmtu shtetin e Kosovë, kë nuk e ka atë probleme i norë. Kë problemi që e din që aty dështën. Okej, do më thonë kjo e din që nuk mundet ka shlet. Veç edhe takimi i djeshit të Bedri Hamza, tash i len këto pikpyetje, që me thonë që edhe keshun edhe... Po, është pak amullik. Nuk ka burimet e mija që i kam, asë gjë nuk është diskutun. Po, tha kjo... Asë gjë së është diskutun në takim, mas kësaj, kë pritet me bëhe një fiskulturë në veri, me shku mi hek edhe njerë 2 betona të ura hibrit atë, që pak me ngrit pak sentimentin popull. Jetën, kjo është mjeshtëri, kjo është mjeshtëri këtyne krimit, situatave, manipulus. Po, është shumë rëndësi, sepse kë ka për të provu, këtu keme kanë, ka për të provu mi hek edhe sta betona të ura, para zgjedhëve lokale, sepse i duhet t'i edhe një spektakel me ba që me hi se nuk ka me që ka hinë në zgjedhje lokale. Qeveris, ka eshna, gjave, Sadush, Rrym, Peci, Martini, më thonë, ketë këta janë, apëti me kujnë dëgdis, një qeveri fletë për eshna të gjave, ape kuptoni jo njerë, dhe më thonë, një qeveri, sot jam falë se sot është ftu edhe zëvendës kryeministri nga prokuroria, që ku me shku me full për eshna të gjave. Për thjeshtësaj më abetin se mbetjet që mbetjet njërë sa... Që me thjeshtu më abetin se të ke fundit krit në përshpia flasim që shtu nuk është që... Po, zëvendës kryeministri ku me shku me dëshmu... për çka është ftu për eshna të gjave. Abetin, që ku kam rikë për zonë e në darë. Për mbledhe fjalin, na jenë caktu zgjedhjet lokale, ana si jemi kërkon me... E thash para me në situatën, a shkojmë zgjedhje lokale pa institucione qendrore. Më thonë, kjo është këtë situatët që dhe në kriju një kaos, për shkak se Albin Kurti është mjeshtër i situatave kaotike. Që aty rënënaj, që aty i dënë ato. Mirë, Afrodita, na pëmbesi pak edhe të fotografia, se shumë shpesh edhe kemi diskutu në për studio, ashtë e mundshme një koalicion mes PDK-s dhe LVV-s, po një fotografie tila i hap, shteg ndoshta edhe zgjidhjeve të parakoshme, që pas zgjidhjeve të parakoshme një mundësi që këto 2 parti të parafrohen dhe të bashkëpunojnë? Realisht, unë nuk e kom pasi një bashkëpunim në nivel qendror fotografin Diana Mitrovic të jugut. E kam pasi interes të Albin Kurtit për ndonjë qëllim si shta jetoni, me badë ndonjë gjest atje, ose që me mujtë me pastaj në zgjedhje lokale që me thanë, ndonjë veprim populist që ka zakon, për nuk e kom pas, nuk e sha, as nuk e kom pas si veprim, ose si shkumje të Albin Kurtit, për ndonjë marrëveshje me Bedri Hamzën për nivel qendror. Po besoj që mjaftueshëm ka pas kohë, dje janë bërë 4 muaj sa që kur janë kry zgjedhje, kështu që nëse ka pas interes nga të 2 palët për me bë një koalicion, ka pas mjaftueshëm kohë për me bë atë koalicion. Unë nuk shoh kërkuar se shoh një koalicion të PDK-s me LVV-n, pavarësisht se dikujt shumë njerëz ndoshta e kanë pa më herët, si të përhapërt, si mundësi, PDK-ja ka qenë që matin opozit, ka ma shumë të deputet, do të krijon të një koalicion, një qeveri stabile, i cili koalicion do të arrinte me zgjedhje dhe presidentin në vitin e ardhshëm, po unë se kum pa për shkak të dallimeve të mëdha që kanë të 2 parti ndërmjet vete, të cilat dallime nuk kanë arrit as me i zbebile pak, ose me i përapru ato dallime, vazhdojnë me qenë kundërshtarët kryesor, por tash, pavarësisht që janë kundërshtarët kryesor politik,
është kryeministër në detyrë, na në Kosovë, na shqiptarët e kena një par adeti, poplas popullor, që kush do që djetë të shpia ti a qel derën edhe armikut, nuk është që jam qel derën dykujt, edhe për mas 3-4 herë që e ka thirë Albin Kurti, normal që e ka prit. Ajo që ka qenë e çuditshme, se zakonisht zyra për media e kryeministrit njofton për vizitat që ka me i ba kryeministri. A dit nuk ka pas as një njoftimi, do më thonë jemi njoftu nga mediat lokale qëfar ka ndodhë në veri, por si do qoftë jemi në nesër ban është seanca e 30 dhe ne po vazhdojmë me pa spektaklin ose reprizën e një nga lëvizjave të vendosja. Po, Misar, kjo që po ndodhe dhe në fakt me ty po e përfundoj edhe fotografin, po e nisi edhe dorëheqjen e Zafer Berishës nga nisma që bëri të ditur që nuk do tjetë më pjesë e nismës. Që ke pa kështu zhvillime sa do pak të vogla mrena një periudhe pak të shkurtë, se nuk është që po ka dhe diçka 3 për me diskutu. Shumë e sakë së është bo probleme dhe për neve në studio me komentu, për arsye se është storja e njëjtë, ndërsa këtë vizitën e Kurtit në Mitrovica se shumë a shumë si çështje e koordinimit sa i përket sigurisë në veri dhe në asnjë formë nuk është si çështje ose situatë që ka shkuar zotëri Kurti për punë të koalicionit në PDK-n, për arsye se dihet që ai hendeku i madh politik është mes Partisë Demokratike të Kosovës edhe Lëvizjes Vendvendosje dhe dy partitë anasjelltas nuk kanë fare interese të madh politik për të bërë koalicion mes vete, se padyshim që këta i frigon se fakturën e marrin në popull, na sa do që mona me tentu pi studiove me zbut, por kjo është çështje politike dhe ato mendimet edhe vija politike merr komu kriju. Dhe këto dy partie kanë kriju qysh më herët e ka pas LDK-m PDK që tash është më e butë, do nëse koha na tregon që këto dy parti kanë pas koalicion dhe bashkëpunim PDK-m me Lëvizjen Vendvendosje sa i përket niveleve komunale, nuk është diçka që kishte qenë ajrësi e madhe, mirë kishte qenë në interesin e shtetit më bë për arsye se stabiliteti me numra është më i madh, po unë disa çështje tjera nuk i kuptoj këto partitë opozitare të cilat nuk po ulën në bën një marrëveshje dhe më adresu çështjen në gjykatën kushtetuese, po ashtu edhe çuditë me presidenten e Republikës Vjosa Osmani, e cila mbash kushtetutës në 83 se ka bëj pika 2 dhe 9, ajo ka një funksion që e ruan unitetin e popullit dhe realisht i cakton edhe zgjedhjet, po ashtu mund edhe më referu nëse nuk gabon të pika 9 e 83 çështjen në gjykatën kushtetuese. Kjo çështje e bllokadës të kuvendit që është kamat peng. Këtë rast, faktura i shën Albin Kurti dhe Partisë Lëvizjes Vendvendosje, me disa merita të vogla për partive opozitare, du të referohet që është në gjykatën kushtetuese, po reinterpretim të një vendimi i cili shumë herët që ka shku për shtati Partisë Demokratike të Kosovës dhe kjo situatë është bllokuar, pasi kam theksuar edhe në këtë studie që asnjë kushtetutë e Ballkanit dhe asnjë sistem zgjedhor nuk e ka që partia e parë që del domosdoshmë ka kandidatin i cili duhet mos zgjedhë, e shkon bazë numrave që i në parlament dhe kjo praktikë duhet me ndru, por fakti se kena më shkuar në seancën e 40, Kurti s'ka me të rreq kandidaturën e Zojës Haxhiu dhe opozita në anën tjetër nuk ka me lëshu për më zhblloku vendet dhe na me ju kthy jetës normale. Tash sa po flasim ne kena dy tema shumë serioze. Tema parë është çështja të rrymës, ku e njëjta kushton shumë në aspektin ekonomik, pasi shumë biznese në Kosovë nuk kanë mujt me mbulu këtë dalje në treg të hapur. Nesër është protesta e radhës. Protesta shumë mirë që protestojnë, do të bashkëngjit shumë biznese me protestu, pasi së mujnë me mbjetu. Edhe aty ka një keq interpretim gazareja, por faktin se aty kërkohet dy kritere më plotsu, jo vetëm njëri kriter, ish dash më lënë periudhë tranzitore paktën për një vit për të kaluar në treg të hapur, siç e kanë vendet e tjera, po jo më kërkuar më njëherë. Nuk ka të keqe që dalin kompaninë në treg të hapur, po jo në situatën çfarë është, kur duhet bëhen edhe lehtësima sa i përket kapaciteteve, rritjes së kapaciteteve të energjisë që pëthojnë gjelbërt me solare, po pashtu edhe me këto të erës, që kompanitë, bizneset e pas mundësi për me investu dhe me balancu kërkesën në aspektin e nevojës, po edhe në aspektin financiar, qeveria këtu nuk i ka bo,